Tani më, kur legjislaturës aktuale po i vije fundi, monitoruesit e punës së saj dhe analist i than Kosova Presit se kjo legjislaturë është më e dobëta që ka pasur Kosova që nga përfundimi i luftës e Këndej, derisa pozita nuk pajtohet me këtë konstatim të monitoruesve të punës së kuvendit dhe opozitës. Sipas monitoruesve, ka pasur shumë raste kur deputetët, në shumicën e rasteve nuk kanë lexuar fare ligjet, kur deputetët pas 5 minutave që kanë votuar janë penduar, pse kanë votuar dhe shembuj të tjerë që të bëjnë të vijë në përfundim se kjo legjislaturë ka dështuar në përmbushjen e misionit të saj kushtetues. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Kosova Press se legjislatura aktuale që po përfundon mandatin ka ardhur si pasojë një procesi të zgjedhjeve të vitit 2010, ku pati vjedhje industriale të votave. Puna 3 vjeçare sa ka bërë ky institucion, mendoj që lën shumë për dëshiruar dhe madje mund të vlerësohet definitivisht është një ndër legjislaturat më të dobëta që ka pas Kosova ndonjëherë, e sidomos pas konstruimit të institucioneve demokratike. Pse e them këtë? Sepse ka pas shumë raste kur deputet pothuajse shumicën e rasteve nuk janë lexuar fare projekt ligjit ose dokumentet që vijnë kuvend. Instrumentet e kontrollit parlamentar ndaj qeverisë kanë qenë jashtëzakonisht minimale të shfrytzuara nga ana e deputetëve. Kemi pas raste kur deputet pas 5 minuta pasi kanë votuar janë penduar për çka kanë votuar. Kemi pas raste kur madje pas secilit amandament jo është sugjeruar me po ose jo se si duhet votuar. Domethënë gjitha këto situata, përfshirë këtu edhe situata kur është vendosur madje edhe precedent kuvendin e Kosovës ku shumica parlamentare për të rrezikuar quorumin ik nga seanca plenare. Kuvendi i Kosovës edhe me kushtetutën e vendit e ka për obligim ta mbikëqyr punën e qeverisë së Kosovës e sipas Selmanajt edhe në këtë aspekt ka dështuar ta kryej obligimin kushtetues. Ai thosë se në legjislaturën e ardhshme partitë do duhet të mendonin që të mos bie njerëz që nuk janë kompetent për të përfaqësuar qytetarin, por edhe subjektin politik prej nga vinë. Kurse, analisti Ardian Arifaj thot për Kosova Press se kjo legjislaturë dhe puna e saj nëse shihet si pjesë e pjekurisë politike të klasës politike në Kosovë, atëherë mund të kuptohet dhe të thuhet se kuvendi ka dështuar në përmbushjen e misionit që ka. Si shoqëri ende jemi duke mësuar të kuptojmë që si një republikë parlamentare është kuvendi ai që është institucioni politik më i fuqishëm në shtetin e Kosovës. Prandaj edhe shpesh ndodh që shohim hezitim të deputetëve të kuvendit të Kosovës që të marrin edhe të kryejnë detyrat, përgjegjësitë që takojnë atyre, edhe të cilat duhet i përmbushin. Sigurisht që më e dalluara është ajo përmbikëqyrjen e qeverisë të Kosovës. Dokumentet shumë të përfshirë dhe raportin e progresit çdo vjet e kanë theksuar faktin që kuvendi i Kosovës po dështon që ta përmbush detyrën e vet për të mbikëqyrur ekzekutivin të cilin vetë ka emëruar, edhe shpesh ekzekutivi ka qenë në gjendje që ta ndikojë pra punën e kuvendit të Kosovës derisa duhet të jetë anasjelltas. Mirë po mendimin e njëjtë se kjo legjislaturë ka qenë e dobët dhe jashtë parametrave të përmbushjes së detyrave kushtetuese pajtohet edhe opozita. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thot për Kosova Press se edhe në kohën e ish regjimit kur janë mbajtur 2 palë zgjedhje, legjislativi ka qenë kredibil dhe me njerëz që kanë qenë të përgatitur për vendin që përfaqësojnë. Ne kemi bërë atë që kemi mund të bëjmë me deputet që i kemi pas, edhe i kemi aktualisht, sidoqoftë mangësia kryesore ka qenë kjo që ju e thoni diktimi i gati edhe i agjendës parlamentit nga ana e qeverisë, mos prezenca në shumicën e seancave ministrave. Ka pas seanca kur se keni pas asnjë ministër në sallë, ju jeni ata që i përcjellni. Ka pas raste po ashtu që është vërtet për të habit që pozita disa herë ka lëshuar seancën. Realisht ka pas raste presione të jashtëzakonshme ndaj disa deputetëve të pozitës për të votuar diçka që ka qenë për mendimin tonë dëmshme dhe në kundërshtim me interesat e qytetarëve. Gjitha këto të bëjnë me thoni fjalit vetme legjislaturë që nuk e ka dhënë provimin ose më mirë me thonë legjislatura më e dobët që kemi pas ndonjëherë. Por ndryshe mendon pozita, e cila e sheh këtë legjislaturë si të mirë, por që ka mundur të bëjë edhe më shumë. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci thot për Kosova Press se duhet synohet që të kenë një legjislaturë që në vazhdimsi e ngrit cilësinë, por jo që është më e dobët. Unë nuk do të thej se është legjislaturë më e dobët,
që nuk është frydëdhënëse. Megjithatë, vlerësoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë një grup i koordinuar, i organizuar. Normalisht se vetë Partia Demokratike e Kosovës ka një debat të mbrëmshëm. Ne i kemi debatuar të gjitha çështjet mbrana grupit parlamentar dhe kemi marrë vendime. Kemi bërë përpjekje që mos të diktojmë, të ndikojmë në përcaktimin e deputetëve në ndonjë rast, po megjithatë unë e vlerësoj si pozitiv dhe të suksesshëm këtë legjislaturë, edhe pse ka vend për përmirësime dhe ka mujt me qenë edhe më e suksesshme. Ai thotë se kuvendi në tërësinë e saj ka kryer detyrën e tij, por ka mundur të jetë shumë aktiv, të jep rezultate shumë më të mëdha, por duhet pasur parasysh se kanë pasur disa sfida tepër të vështira para vetes. Kuvendi i Kosovës është i konstituar me 21 shkurt të vitit 2011, pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme që u mbajtën më 12 dhjetor 2010, me që ish presidenti i atëhershëm Fatmir Sejdiu pati të ndërheqje pas vendimit të gjykatës kushtetuese se i pari i vendit ka shkelur aktin më të lartë juridik me mbajtjen e funksionit të kryetarit të LDK-s dhe postit të presidentit të Kosovës.